Një ngjarje e rëndë shënuar gjatë orëve të para të mëngjesit në Athinë, ku pronari shqiptar i një fast foodi 39 vjeçari Negri Sinovar Faj dhe babai i tij 70 vjeçar kanë mbetur të plagosur nga të shtënat marmëzjarri. Sipas mediave greke, incidenti ka ndodhur rreth orës 2:40 në zonën Agios Dimitrios. Autorët kanë hapur zjarr ndaj babait dhe djalit, duke i plagosur të dy në këmbë me nga një plumb secilin, ndërsa më pas janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Menjëherë pas alarmit në zonë kanë bërritur forca të shumta policie, të cilat kanë rrethuar perimetrin dhe kanë nisur veprimet hetimore. Dy të plagosurit janë transportuar në spitalin e Paleo Faliros, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Gjatë kthyrjes së vendngjarjes, policia ka sekuestruar 4 gozhoja armë zjarri, të cilat pritet i nënshtrohen ekspertizës balistike. Hetimin e çështjes e ka marrë përsipër policia kriminale greke, e njohur si FBI greke, ndërsa autoritetet po analizojnë kamerat e sigurisë dhe po marrin dëshmi për identifikimin e autorëve. Sipas burimeve hetimore, nuk përjashtohet as pista e një konflikti të mundshëm apo rivaliteti mes tifozëve të ekipit të futbollit. Megjithatë, motivet e sakta mbeten ende të paqarta.